Historia e tij ka diçka prej përralle, shkruan Corriere della Sera. Can Yaman ishte ende një avokat i ri kur u vure në dasmën e një miku të tij aktor, të mbajtur në Moskë disa vite më parë. Ati i propozuan një rol të vogël në televizion dhe aventura do të kishte mbaruar aty po të mos ishte fakti që konsulent në PricewaterhouseCoopers në Stamboll, i diplomuar në jurisprudencë dhe student shembullor, ndihej i palumtur duke kaluar ditët para kompjuterit. Në moshën 24 vjeçare ai vendosi kthesën që do ta çonte deri te Sandokan, seriali ku sot është protagonist, shkruan media prestigjioze italiane. Can Yaman e filloi karrierën në seriale turke që në vitet 2019-2020, Bittersweet ose Përbërësit e dashurisë dhe Daydreamer, Krahët e ëndrrës, ishin këto dy seriale që e bën të famshëm. Disa thonë se pamja e tij të kujton Kabir Bedin, aktorin indian të sagës së famshme të bazuar mbi veprën e Emilio Salgarit, të transmetuar në vitin 1976. Turmat e fansave megjithatë më shumë e krahasojnë me Piratin e Karajibeve Johnny Depp. 50 vjet pas kolosalit të parë, Can shqiptohet Jean, si në frëngjisht thirret të interpretoj Tigrin e Malajzisë në 8 episode të prodhuara nga Lux Vide, grupi Fermantle dhe Rai Fiction, me regji të Jean Michelin dhe Nicola Abatangelo. Është një prodhim ndërkombëtar me një cast po aq të gjerë. Alessandro Preciosi në rolin e Janez de Gomeras, Alana Blur si Perla e Labuanit, ndërsa John Anna dhe Ed Westwick i interpretojnë Sergentin Murray dhe Lord Brooke. Ngjarjet zhvillohen në Borneo në vitin 1841 mes popujve që luftojnë për liri dhe fuqive koloniale shtypse. Ky serial zbulon të kaluarën e Sandokanit. Një pirat me zemrën si Robin Hood dhe me një spiritualitet të fortë është një luftëtar që buzëqesh, thot Can Yaman. Kisha kohë që të përgatitesha sepse xhirimet u shtyn për shkak të pandemisë. Me këmish pak të hapur dhe pamje josh se aktori 36 vjeçar bëhet e serioz kur flet për profesionin e tij dhe nuk pranon të vlerësohet vetëm për sex appeal-in e tij, që prej transferimit në Itali në vitin 2021, populariteti i Can Yaman është rritur ndjeshëm për shkak të numrit të madh të admiruesve. Ai është shfaqur publikisht me një partnere, Sara Bluma, DJ me origjinë algjeriane, vetëm disa muaj më parë. I pyetur nëse e kishte lexuar sagën e Sandokanit, ai thot: "Në Turqi nuk njihet shumë. Fillova të lexoj Salgari në vitin 2021 për Sandokanin. Isha i paduruar të hyja në set, por pritja më ndihmoi të përgatitesha. Humba 10 kg, mësova kalorimin, studiova skenarin në anglisht." Më tej ai tregon se ka punuar në seriale të tjera që e kanë ndihmuar të rritet profesionalisht. Në Itali, projekti Sandokan më jep të ankth. Fillimisht kisha frikë nga skenat e aksionit, por u desh të përqendrohesha, sidomos te zhvillimi emocional. Më mësoj të ruaj pozitivitetin dhe në momentet e vështira zbulova edhe një strategji të mendoj vetëm për të tashmen. I pyetur se si ishte fëmijëria e tij në Stamboll, Can Yaman tregon: "Jam rritur në Suadije, në një lagje rezidenciale në pjesën aziatike të qytetit me fusha futbolli e basketbolli për djemt. Është një zonë e banuar nga emigrantë të gjeneratës së dytë e të tretë, si gjyshërit e mi, të cilët janë me origjinë kosovare e shqiptare që kishin ardhur në Turqi gjatë luftës. Ata mes tyre flisnin shqip." I pyetur nëse edhe ai e flet shqipen, aktori turk tha: "Jo, babai ka lindur në Turqi dhe unë jam rritur si një djalë tipik i Stambollit, edhe pse mes njerëzve nga çdo vend. Nuk na habisnin kulturat e ndryshme, ato janë pjesë e historisë së perandorisë osmane. Turqia ka shumë emigrant dhe vendodhja jon mes lindjes së Europës dhe Afrikës së Veriut ndikon shumë në këtë. Si i rritur mund të zgjedhësh vetë nëse do të jesh më perëndimor apo më lindor." I pyetur se çfarë përfaqëson Italia për të, duke qenë se ka zgjedhur të jetojë aty, ai shpreh: "Një kulturë që e njoha për herë të parë faliceut italian. Në moshën 14 vjeçare kalova verën me një familje në Livorno, u ktheva në 16 vjeç dhe tashmë e flisja shumë mirë italishten. Çdo vit shkolla shpërblente nxënësit më të mirë dhe unë fitoja gjithmonë. Një herë një laptop, një herë më një shumë parash. Kur i thash drejtoreshës se doja të studioja jurisprudencë, ajo më këshilloi të përdorja aparat për të vizituar universitete si Padova, Siena dhe Bologna, por i pyetur se pse diplomoi në Turqi, ai tha: "Për arsye kohe. Në Itali do të më duheshin 5 vjet studime dhe 2 të tjera praktik, plus 2 të tjerë nëse do të kthehesha në Turqi. Më mirë ta përfundoja shkollën atje."